Kisha njohur një vit më parë një gazetar të futbollit që kishte ardhur me Olimpikun e Marseilles të shoqëronte Olimpikun e Marseilles në Tiranë, kisha një kartë vizitë të tij, gazetës Le Monde, dhe i kam diktuar atij çfarë po ndodhte në telefon dhe është botuar në faqen e parë të Le Mondit të datës 11, pra është diktuar me datën 10, i kam diktuar zhvillimin e ngjarjeve, emrin e Azemit, gjithë atë që kishte filluar. Ishte shumë e rëndësishme që ai më besoi, sepse nuk ishte asnjë provë dhe ta vije në faqen e parë të Le Mondit. Prej atij shkrimi u mor nga gjithë agjencitë e lajmeve dhe po a ditë mbas dite, gjithë ambasadat e Shqipërisë në gjithë botën, atje ku ishin u dyndën nga gazetarë dhe po a ditë me avionet posaçme kanë ardhur trupi diplomatik, sidomos ai perëndimori në Shqipëri. Pra, në një farë mënyre, gjërat e rastësishme bëhen të rëndësishme në momente të caktuar, prandaj thash se ishte pa regjisor. Qartë, dhe në një farë mënyrë keni bërë dhe personin e marrëdhënieve publike, edhe pse në mënyrë të paemëruar. Po s'kishim autorizuar nga lëvizja. S'kishim atëherë. A mund të themi sot në 8 dhjetorin e vitit 2008 që një pjesë e idealeve për të cilat ju luftuat janë realizuar, a i keni parë sot, edhe pse në atë kohë mund të mos i keni pasur shumë të qarta ato për të cilat luftonit, idealet formuluara? Unë do të thosha se aspiratat e mëdha janë realizuar, që do të thotë pluralizmi. Shqipëria sot është një vend pluralist në mënyrë të padiskutueshme, është një vend i hapur, që ishte përsëri një nga ambicjet tona kryesore, aspiratat tona kryesore në ato ditë të dhjetorit. Ne sot kemi një Shqipëri që po antarësohet në NATO dhe ka avancuar në procesin e integrimit europian. Pastaj cilësia e demokracisë normalisht që meriton vëmendje, a mund të ecej më shumë, a mund të kishim një demokraci më cilësore, më të pjekur në 18 vjet apo jo, si dhe mirëqenia mund të kishim ne, sepse ne kur thoshim bashkë me studentet edhe ne si gjithë Europa, presupozonim modernitetin e shtetit, por edhe nivelin e mirëqenies të konkurrente, si të thuash, me nevojat, paktën të përafërt me nevojat e njerëzve. Pra në linjat e përgjithshme nuk ka deviacion të aspiratave të formuluara në dhjetorin e 90, cilësia mendoj unë se meriton vëmendje, po sot është një ditë feste dhe nuk është rastit t'i analizojmë. Edhe në festa mund të flasim se çfarë mund të ishte bërë më mirë. Kemi 365 ditë, kjo është e 366, kështu që kemi rast. Parë sot, pas kaq kohësh, gati 2 dekada, kujt ja dedikoni atë lëvizje? Faktorët rrethanor, historik, protagonizmin e dikujt apo të shumë kujt? Të gjithë elementet kanë ndikuar, unë do të thosha se është pjekuria e përgjithshme e shoqërisë shqiptare që ndjeu në atë moment në mënyrë të padurueshme nevojën për liri, por ajo çka është një indikacion shumë pozitiv dhe shumë i rëndësishëm është fakti se gjërat filluan nga studentët, pra të gjitha ndryshimet moderne, emancipuese, edhe për shoqëritë e mëdha, për shoqërinë franceze, shoqërinë gjermane, shoqërinë amerikane, kanë filluar pas luftës dytë botërore, kanë filluar në mjediset e studentëve. Pra fakti që filluan tek studentët dhe studentët u bën tharmi për një përmbysje aq të madhe, tregonte se shoqëria shqiptare kishte arritur ato parametra që i kërkojnë një shoqërie moderne. E qartë, e bën kjo të quhet një lëvizje elitare me që nisi nga studentët një tezë që të paktën lexova sot në shtyp nga Arben Imami? Shoqëria elitare mund të thuhet lëvizje elitare mund të thuhet në një aspekt, në aspektin e formulimit të disa kërkesave ndaj cilëve mesatare shoqërisë ende nuk ishte e qartë se si mund të formulohen, por unë mendoj se në mund kujtohet ditën e parë, 9 dhjetori, kur demonstrata e protesta e studentëve tek liceu u shpërndan me dhunë nga policia dhe Azemi turfullonte në qytetin studenti, 2 orë më vonë kur shkuam lart me Berishën, unë kam kënaqësinë që unë e kam prezantuar Sali Berishën me Azem Ajdarin, nuk e njihnin njëri tjetrin personalisht. Pra në atë moment Azemi turfullonte sikur të isha në Shkodër. Pra ajo ka patur pjekurinë e elitës, por masivitetin e një lëvizje popullore pa asnjë diskutim, sepse që me datën 10 në qytetin student, bile që me 9 në darkë filloi, por me datën 10 qyteti student ishte i mbushur me gjithë punëtorinë e Tiranës, pak kohë më vonë u shoqëru nga greva e minatorëve të Valias, si të tjerë. Data këto që sigurisht nuk mund të harrohen dhe do të rishkruhen sa herë që të flitet për rishkrimin e historisë shqiptare.
nuk duan fakti as pak vlerat këtyre datave, por nuk mund të dhe tri pa folur për garën e Tiranës, ku jeni një kandidat zyrtar tashmë. Ç'po ndodh me të, në ç'fazë është? Po, unë mendoj se më në fund fushata ka filluar në Tiranë, mund të ecet më shpejt, sepse kjo është një fushat që lidhet drejt për drejt edhe në mënyrë kalendarike, por edhe me cilësinë që do prodhojë në mobilizimin e PD-s Tiranës, lidhet me zgjedhjet e përgjithshme, por ka filluar më në fund, e them me gati si me rënkim. Jeni njohur tashmë me kandidatët e tjerë, të paktën zoti Bojaxhi në një farë mënyrë emri ka dalë në shtyp, por nuk është prononcuar vetë. Edi Paloka kishte një intervistë për Vision Plus 2 ditë më parë. Si ju duken rivalët? Po unë në përgjithësi mendoj se në demokraci nuk duhen gjykuar rivalët nuk i zgjedh dot njeriu. Është shumë e rëndësishme që ajo që fillova unë me deklarimin tim për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike si një kandidat alternativ, pra ajo po bëhet një fenomen Partinë Demokratike të Tiranës. Sot pothuajse në të gjitha rrethet kemi më shumë se 2 kandidat që kanë deklaruar dëshirën dhe ambicien e tyre, pra fenomeni i konkurrencës që unë synoja të sillja me gestin tim brenda Partisë Demokratike ka zënë vend, dhe kjo është një gjë emancipuese për partinë. Së dyti, përmes konkurrencës normalisht do ketë vlerësim të standardeve, do të ketë vlerësim të kontributeve nga vetë demokratët, dhe unë shpresoj se fushata me këta 2 miq të mi, unë jam koleg prej shumë vitesh në parlament me zotin Paloka, jemi të 2 gazetar të hershëm, me zotin Bojaxhiu gjithashtu kam një vlerësim shumë korrekt, pra unë mendoj se fushata do të jetë shumë civile. Përveç daljeve tuaja publike që i kam ndjekur edhe për shkak detyrës, ju pash pak ditë më parë tek sofra Tiranase, a keni pasur ju kontakte të tjera me bazën në një farë mënyre për të fituar votat e tyre në momentin e zgjedhjeve në parti? Po, ne si vjetë po i bëjmë në mënyrë shumë speciale fushatën, sepse kryetarin e DEX do ta zgjedhë një grup delegatësh, të cilët ende nuk dihet se si do zgjidhen dhe sa do jetë numri i tyre, çka është një defekt që kryesia e partisë nuk duhej ta kishte lënë të zgjatej kaq shumë, dhe sidomos duhet ta korrigjoj sa më shpejt, sepse trupa elektorale duhet të jetë e paracaktuar, do të thënë numri i saj, mos kemi surpriza të pakëndshme gjatë rrugës, por fushata ime tani është në media sepse përcjell idetë e mia lidhur me reformën që unë synoj të bëj në Partinë Demokratike të Tiranës, pra në degën e Partisë Demokratike të Tiranës, ndërkaq unë kam çdo ditë takime dhe biseda dhe komunikime me dhjetëra demokrat, por kjo është një fushat brenda partisë, ka specifikat e veta, nuk është një fushat që zhvillohet me mitingje, me sheshe. Ai ishte një eveniment ku unë mora pjesë, jo për herë të parë, siç ishte sofra tiranëse. E qartë. Zoti Mustafaj, sa ju kanë përkrahur, ose më saktë, ç'mesazhe ju kanë përcjell, le të themi, figurat qendrore të partisë pas kandidimit tuaj? Të them të drejtën, unë kam zhvilluar një bisedë vetëm institucionale me kryetarin aktual, që është zoti Oldashi, përpara se ta deklaroja, e quaja një gjë korrekte, etike, që atë ta vija ndjeni përpara se ta shpallja, për arsye të funksioneve që kryen, por unë nuk kam patur një shkëmbim, si thua zyrtari, kam bërë një letër sekretarit përgjithshëm, ku i parashtroj disa kërkesat, që është një letër normale, e brendshme, unë s'kam dërmend ta citoj këtu, por unë nuk kam patur as kundërshtime dhe as inkurajime të posaçme nga leadershipi i partisë. As në rrugë jo zyrtare? Çka është jo zyrtare nuk ka vlerë të mediatizohet. Ku janë miqtë tuaj në Partinë Demokratike, zoti Mustafaj? Mos mendoni që për shkak të një lloj ftoje dhe konflikti që keni pasur ju me kryetarin Berisha në një farë mënyrë janë arrestuar? Unë së pari nuk kam pas asnjë konflikt me kryetarin Berisha Valbon, le të përdorim fjalën e dy ftoje. Por dhe nuk kam pasur njëkohësisht asnjë tension institucional me të. Ne kemi vazhduar të kemi marrëdhënie shumë korrekte siç i kemi pas gjithmonë. Dallimi është se shumë gjëra që dikur ja thosha në zyrë dhe mbeteshin aty, tani detyrohem i them në mënyrë të hapur, por nga pikpamja institucionale nuk ka ndodhur asgjë midis nesh. Dhe unë të gjithë miqtë e mi, ata që i kam pas miq, vazhdoj t'i kem miq në lidershipin e partisë, në qeveri, në drejtim të institucioneve të ndryshme, si dhe në grupin parlamentar, po dhe sidomos drejtues të strukturave brenda Tiranës, struktura të nëndegve, të kryetar seksionesh, kryetar në organizatash partnere, siç i quajmë ne.
Megjithatë kanë ngurruar t'ju inkurajojnë për veprimin tuaj, për daljen publike, për kandidimin për PD-n e Tiranës. Nuk ka lind nevoja, po unë nuk di ti e të vënë mikrofonin ndonjërit dhe të këtë thënë në i fjalë jo të mirë. E qartë, ngurrim është gjithsesi. Cilat janë hapat e tjera tuajat, përveç faktit që do të investigojmë dhe për letrën që i keni dërguar sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike zotit Bode, për të cilin ju folët dhe është detyra jonë tani? Unë do të vazhdoj të jem pjesë e fushatës në zonën time elektorale njerë, sepse aty jam në grupin e punës. Do të vazhdoj të paraqes pjesë gjithë idetë e mia për reformën që duhet të prodhohet brenda degës Partisë Demokratike të Tiranës, në mënyrë që kjo degë e cila është motori i fitores për zgjedhjet e ardhshme dhe ne duhet, pra Partia Demokratike duhet në mënyrë jetike të fitojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra të gjitha këto i kam vënë në shërbim të fitores vitin e ardhshëm. Ju falenderoj shumë për të gjitha emocionet që përcollët nga 8 dhjetori vitit 90, por dhe argumentat që përcollët për garën e brendshme në Partinë Demokratike. Do të kemi mundësi të flasim sërish, jo vetëm për këtë garë, por dhe për garën elektorale të 2009-s. Po sigurisht. Ju falenderoj shumë. Do të shohim një tjetër zhvillim të ditës. Greqia përjeton një tjetër ditë terrori për shkak të protestave që vazhdojnë. Anarkistët të mbështetur nga partitë e opozitës janë përleshur me policinë në Selanik dhe Pire. Gjendja vazhdon të jetë kaotike dhe pa parashikueshme. Analistët thonë se manifestimet tashmë kanë nisur të jenë të motivuara politikisht. Në ditën e tretë të protestave që kanë bërthyer Greqinë, manifestuesit janë përleshur me policinë. Në të paktën 3 qytete